kam dy raste, njoni është pak si qesharak, a tjetri është pak ma i runë, nuk e dija moj. Të dyja më shmi thonë. Është pak si... Hajde thuaj qesharakun e pasaj të tjetri. Qesharakun u konë, në nxyrën e krimeve u konë një shqiptar. Do më thonë, a nuk e deke gjermonishten mirë, edhe tash më ka thirë mu kolegja për me shku me ja përkëthy. A e ka pas një rast, do më thonë, për raje, u rime dikon para një farë diskotekës, edhe të në shkova ja përkëtheva edhe tu përshëndetje për cila dhe i poshtë. Do më thonë që se nuk e gjeke daljen, ta në më ka bo tha, shqyqër që koke shqiptare, po më pëlqen shumë, ishala që gjithë që këto. Thash, po, ishala dhe në ty, veç ishala për të mire, jo për kësi sene. Apet. Ishala që gjithë të e, pas ka pas në dalë një rejët të tjërë, marë shpesh aty e. Veç sa ka fillu. Pas kam të rrugën e më shku aty. Ishala që gjithë këtu të, dhe i ndrëzane pas ka dhe, prej me këmë e vanë qesharake. Po që babit i pata ka zu të shpia, këtë sene me shqiptarë. Kjo tjetra? Kjo tjetra u konë një rast që e kumë pate puna, u konë, do më thonë, për dhunim. Ajo, do më thonë, më kalon e shokume, se nuk e kom prit që ka që se loja të krimeve, do më thonë, e ka dhënu jo veç qiken e vetë, po dhe nipat e mbesa që i ka pas, do më thonë ka shku me gjenerate, ajo u konë diqysh më kalon pa fjallë. Çfarë nacionaliteti kishte? Austriak. Austriak, e? A shikon, çfarë ndodh? Pra, në çdo vend botës, çdo njeri mund tjetë ka kështu gjanash. Jo vetëm në shqiptarët, ne kemi marrësin shkaku i mediave.